Mbram në një atmosferë festive në qendrën sportive së Zair Suroi, ku posë numri të madh të qytetarëve nuk munguan edhe lotrat e njohura Prisenase. Fillimisht pranishmit të shumti ka përshëndetur i pari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili tha se PDK-ja është parti shtetërformuese dhe tha se ata që patën pushtetin se meritojnë tua përmendim as partinë as emrat e tyre. PDK duhet të fitojë dhe ne duhet të krijojmë një marrëveshje me ndërkombëtarët e veçanërisht me SHP. Andaj na duhet një kryeministër që këto ditë i bëj. E ky është Bedri Hamza, tha Totaj. Prezenca juaj në numër kaq të madh tregon se na PDK-ja megjithatë jemi shtëpi e madhe. Mirë se keni ardhur në qytetin e lidhjes, mirë se keni ardhur në Prizrenin, mirë se keni ardhur në Jerusalemin e PDK-s. Gjithëve falenderoj sot për pjesëmarrje këtu. Të bëjmë një retrospektiv, kështu shumë të shkurt, me çka kemi ballafaqu këtu 4-5 vitet e fundit. E kemi pas një grupacion politik edhe disa individ të cilëve nuk ja vlen as me u përmend emrin, as të partisë, as të personave. Ky grupacion politik edhe këta individ kanë qenë kundër pavarësisë së Kosovës në çdo fazë të saj. Ky grupacion politik edhe këta individ e sulmojnë gjithkën. I sulmojnë partitë politike, i sulmojnë mediat, i sulmojnë bizniset, i sulmojnë gjykatat, i sulmojnë gjykatën kushtetuese, i sulmojnë komunat, edhe në këtë mënyrë mendojnë se çdo gjë do të jetë në rregull. Ky grupacion politik ka iniciuar gjuhën e arrogancës, gjuhën e linçimeve, gjuhën e përçamjes, gjuhën e urrëties, edhe nuk kanë lënë njeri person publik pa e ofendu edhe pa e nënçmu. Nuk e kanë marrë as edhe një premtim elektoral. 17 miliard euro buxhet për këto vite që janë pushtet, rezultati vlerëson e vetë. Qeveri e zhytur në korrupsione edhe në nepotizëm, a këto e kanë pas pikë të fortë kinë se kanë me luftu. Skandalet me energji edhe me rezerva shtetërore, për pasojë jeta e vështirësuar e qytetarëve, ngritja e çmimeve, mos ngritja e pagave, zvoglimi i standardit. Rasti i Astrid Deharit nuk u përmend kurrë masi ka ndonë pushtet. Kaptinë e veçantë është aktiviteti i tyre në relacion me faktorë ndërkombëtar. Kosova sot është një vend i izoluar. Kemi sankcione nga Bashkia Evropiane, kemi ndërprerje të dialogut me aleatin tonë kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një degradim të pozicionit të Kosovës komplet. Me kryeministrin shqiptar, pothuajse nuk komunikojnë fare këta njerëz. Në vitin e fundit e kemi po defunksionalizimin e shtetit të Kosovës. Na kemi përgjigje për gjithë këtë gjendje kaotike. Cila është përgjigja jonë? Përgjigja jonë është profili ynë, PDK-ja si parti shtetëformuese edhe si parti shtetëndërthuese. Pas kësaj u bë prezantimi të gjitha kandidatëve dhe kandidateve përmes ekranit të madh, ku pastaj ftohet në foltore kryetari dhe kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ku ka prezantuar 4 shtyllat e programit të tij: zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia, arsimi dhe shëndetësia, drejtësia, mbrojtja dhe politika jashtme, duke u zotuar se qeveria udhëhequr nga ai do të punojë për të gjithë. Hamza ka premtuar 50% rritje pagash për të gjithë zyrtarët publik. Ju faleminderit shumë për prezencën e juaj sot këtu në këtë takim kaq madhështor në Prizren. Sot është kënaqësi, por dhe nder e përgjegjësi të jam këtu bashkë me juve. Jemi mbledhur në Prizren, jo rastësisht. Jemi këtu sepse Prizreni është simbol i bashkimit kombëtar.
Këtu, para një shekull e gjysmë, lidhja e Prizrenit hapi një faqe të re të historisë. Sot, nga ky qytet historik, ne po hapëm një faqe të re për të ardhmen e Kosovës. Sepse Kosova ka nevojë për një kapitull të ri, një kapitull stabiliteti, një kapitull zhvillimi, një kapitull shprese. Kosova nuk e ka më luksin për eksperimente politike. Viteve të fundit në është thonë shumë, por është bërë pak. Janë dhenë premtimet mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. U folë për drejtësi, por u krijua pasiguri. U folë për zhvillim, por u rritën çmimet dhe u shtrejtua standardi i jetesës. U folë për sovranitet, por u dobësuan aleancat. Nuk është kjo qeverisje, kjo është improvizim. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me spërqarjet pa nevojshme, me improvizime të rrezikshme, me paga të ulta, me furnizim me energji elektrike të paqëndrueshme dhe të shtrejtë, me të rinj që po braktisin Kosovën në kërkim të një jete më të mirë, me institucione në krizë dhe marrëdhënie të dëmtuara me aleatet tonë. Pra, qytetarët janë lodhur, familjet janë të shqetësuara, Kosova është e lodhur. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Ne nuk zhvillojmë politika që prodhojnë kriza. Ne besojmë në politika që krijojnë mundësi dhe zgjidhin probleme. Sot, Kosova ka një qeveri që e reagon, por ka nevojë për një qeveri që parandalon dhe zhvillon. Do të krijojmë gardën kombëtare të Kosovës si forcë operative sipas standardeve të NATO-s. Antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për mua nuk ka alternativë. Do të thellojmë partneritetin me NATO-n, do të punojmë me partneritetin për paqe, do të rifillojmë dialogun strategjik me SBA-n dhe do të synojmë marrëveshjen strategjike me aleatin ton kryesor. Po ashtu do të punojmë për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe për marrjen e statusit të kandidatit në BE, ka thënë Hamza, duke u thirrje qytetarëve ta votojnë PDK-n me numër 130 për ta quar Kosovën së bashku përpara.